E lakmin që kom posë sa tha për çka? Djali, thash, 28 veta thash shkon. Tjetrin vit ma ka mundësua Zoti. Unë e 7 vjeqare kom ditë të spedëvën, i kom ditë gjitha dëvë që falem, e më thejkoj non ti des, e të naska kush falet. Ajo ka 82 vite jetë, por syt i ndritin si atëherë kur hapi fletën e parë të Kuranit. Në këtë xhami, kjo grua, plot urtësi dhe përkushtim, rrëfen një histori frymëzuese, besimi dhe dashurie për dijen. Ajo kujton me mall kohën kur i ati ja mësoi fjalët e para të Kuranit. Baba më ka mësua ma shumë, nana ka pas shumë fëmijë, shumë monim, e baba u mirë shumë me mua. Unë e 7 vjeqare kom ditë të spedëvën, i kom ditë gjitha dëvë që falem. Për me ja fillua të nej, ja kom fillua në 2012. Kom pru qikën e djalit këtu në xhami, edhe ja kom fillua dhe vetë. Zoti ja ka qua meses, dilsha me to me ecë, e më thejkoj non, ti des, e të naska kush falet. Fëmija i vëgël. E kom pru fëmin, e kur e kom pru fëmin, mu ka mishnua për vete. Ki pa shkru i lymi Zot, e kom vetë të gjenicën, kom thonë a bën, tha pse s'bën, tha pse jam e më shumë. E po ma bë shemull një plak. Tha pishe që ato që atje, thash po, se më veti, a din me shkrua me ledzu, thash dyjat. 4 vjeti kom shkoll, i di dyjat, në gjuhë tënë. Tha qaj e që atje, tha, u hinë Kur'an, pa asë një ditë, pa ditë një gërmë Shqip, heq. Sot është ajo. Për t'i ndjek mësimet fetare, udhëton 20 minuta në këmbë, vetëm që të mos i mungoj shtëpisë së saj të dytë, xhamisë. Unë vetë 2 herë një javë të xhami, të Sala Mehmeti. Kom rrugë 20 minuta një gjysore vikom, edhe kthehna. Veç me konë raste, ne i shi, ne i bërë, ne i, se vetë kom qef qashtu. Këto e kem shumë të butë, shumë të mirë, e aftë. Kjo nuk e di që shko me konë muslimoni në rësh. Mundohet me edhe për patashtin kryje, kjo nuk largëhet. A di s'largën. S'pë di qysh me thonë, njeh nuk i kom hatmet. Për 6-7 hatme s'pak, ti u i kom në vetë. Me sy që i shkëlqejnë ajo rrëfen se si lindi dashuria e madhe për ta vizituar vendin e shenjtë, një ëndër që u bë realitet jo 1, por 3 herë. Qërën që xhami, jenë konë jenë shkuar në haqë, e në tha haqënica, e kem duan e haqët grave, edhe u mbledhëm këtu. Djalim punë qëtu një kafe ngatë. Edhe erdha, kur erdha këtu, qëre tu qaj së të bjëm konë që. Tu qaj së të bjëm konë. E ato jenë konë krejt renë. Atë një renë mi u bo për hajrë. Ja u bo më për hajrë, e lakmëva, nuk di munga që shkajnë qilë. Dole në shkuën, më thiri djali. Thet e kreve se po vi për të marë. Thash po e kreva. Hypa më në kërre. Thet, non që shë qëtë. Thash valla mëre gazmend. E kom qua mirë, thash vesh me lakmin që e kom posë sa tha për çka? Djali. Thash, 28 veta thash shkon, komuna për divës. Veç gra. Na veç gra ishim këta. Tha kje me shkue. Më tha djali që aty. Tha kje me shkue. Tjetrin vit ma ka mundësua Zoti. Knaqësi sa dush. Knaqësi sa dush, që s'pë di qysh me thonë, a qysh ish bot që tash, të këshin bo Arafatin me klima, me shëtëra, 10 klima në shëtër, Kallabllaku i madh, me numër, pej atyhit, pej Mekës, drejt në Arafatën papuqe. Kur e pyetëm se si u përshëndet me vendin e shenjtë, ajo heshti për një moment, mori frym thellë dhe tha: U sjell autobusi sillet në Medinë, rrëthëm dhe sillesh, e she xhamin. Tu kajte, tu i dhonë selam, e tu përshëndet.
Vëllaj, po kemi kajt që edhe krejt kanë kajt në autobus. Krejt kanë kajt, jenë dalë ata aty të na kanë përshëndet në autobus në njëtë natës. Se njëtë natës jena nisë. Aty ja as nuk të bjen men për kërkën. T'hiqet edhe që t'hypsh në aeroplan. Njeti bot kur bot pagesa, po mirë, njeti kur t'hysh në Arabi. Që aty qëhën në kom, në aeroplan, që aty bohet, ti përka e merë atje e zëtja ti këpshë polë, vec. Për përkushtimin e saj dhe dashurin ndaj librit të Zotit, na tregon mësuesja e Kuranit. Numroj mbi 500 nxënës të cilët kanë kalu, domethënë kohë pas kohë kanë fillu, kanë ndërprej. Mirë po aktualisht janë mbi 100 të rregullt. Është kënaqësi të punosh me gjitha grup moshat, mirë po sigurisht është një sfidë më e madhe të punosh me më të vjetra, mirë po gjithashtu edhe kënaqësia është më e madhe sepse këto në vete janë një lloj mësues të heshtun të cilët ne i japim diçka nga vetja jonë, mirë po marrim shumë nga to. Sirat sikur Xhevria janë një shembull i mirë i cili duhet të ndjeket nga çdo i ri, nga çdo grup mosh, sepse me të vërtet nuk është vonë asnjëherë për të mësuar dhe për të lidhur me mësimet e fesë islame, sepse dashuria për Allahun xhaleshanu nuk njeh mosh. Në shtëpinë e saj, fjala e Kuranit bashkjeton me gjilpërat dhe fijet e punës së dorës dhe me dashurinë e familjes. Aty ajo gjen paqe. Mas namazit sabahit veç e fali namazin edhe marr Kuranin, e lexoj, e qen atë një fal në duha, sa je me qatë avdese me krejt. Të nej, po që aty dhëmën e që ka lullat ka pak, po i bëjda, deri sot mrena mundësive pa avdes kom qef me nejtë që. Të nej, po ja fillot të nej pej dreke, ape të nej avdesin e qashtu pej vjetit. A pej deri vjet, vëlla jem falë, jem dalën bashkë. Po në letujt, pirë gzhegu, po jem dalën bashkë, i kom krye krejt, që atje e kom marrë një avdes, jem gjitë për pjetë, edhe apet edhe kom lexue, edhe duhan e kom zonë, se duhaja është veç para dite. E tash me gjilpon po, vëlla me gjilpon po, me sy zane, sukur me konë, edhin, po veçëre namazin e këtë qka i kam, për gjilpon nuk i ljo. Për në bakja i sahat, 2 sahat, po. Bëj me nila, bëj tana valla, qka është? Krejt që është në mëd, tash në mëd jenë që ty. Punoj qinisi, trepezaria. Duke folur për sprovat, me fjalë të thjeshta, ajo na kujton se gjithçka vjen nga Zoti. Në jetë njeri ka sprova. S'ka njeri, veç mundet me thonë se s'ka njeri që s'ka sprova. Veç unë e qesën gjyq vetën. Kom pas sprov, po e kom pranue. E kom lutë Zotin, e kom pranue. E tash i thëmë më Zot, më ke sprovue, po më ke drejtue, më ke shpërblyje për plesni. Tash ja di, edhe Zotin e luti, se sprovave di që u kom përballuar. Nuk kom thonë se kur dikush, bile me një që heq, me një heq. Është ndalu me një sët dhe kam njëri që smërzitet, s'ka njëri që smërzitet. Jem konë në haqë për krejt ku janë musliman e muslimane, jem lutë për ta, kom thonë, o Zot, drejtoj, drejtëri njën se shkon pashtë. Nuk jem lutë veç për familje temë. Drejtëri njën t'je din, pse u bo kështu.